që bëni ju është goditja fatale, mortale e shtetit ligjor në Shqipëri, e interesave të çdo qytetari shqiptar. Është jashtë çdo lloj konceptimi. Në një kohë kur kjo kushtetut parashikon jo në një rast, por në 4 ose 5 raste pezullimin. Dhe ju tani, ata të cilëve kushtetuta u përcakton pezullimin për të mbrojtur Edi Ramën, për të mashtruar shqiptarët se ligji nuk e keni vetëm për Edi Ramën, i fusni burojnë e antipezullimit. A e kuptoni mor sa qesharak bëj mor? A e kuptoni mor që ky është një gjë e pa imagjinueshme apo jo? Po të gjithë këta që keni futur ju, këta pezullohen me kushtetut. Dhe ju kërkoni me procedurë ti blokoni atyre pezullimin. Pse? Sepse Edi Rama nuk ka të ngopur në vjedhjet e tij. Ja, sot keni pru ligjin e lindave. Ajo është ligji i lindave. Po, i lindës së Surrelit dhe i lindës së Akshit. Po ajo Akshit është një dordoles para lindës së Surrelit. Duhet që ta marrin tani, një minutë. Duhet që ta marrë tani privatisht Bagranaku, tendrat, ato që i mirë të me pengmarrje, tani duhet i marrë me ligj tendrat e Akshit. A jeni çmendur apo unë i thash dhe atij është lopë çmendur. Po çfarë tu them unë ju? Ai një lloj si tek Popesku. Ju prek me theçk edhe ju bën si vetja. Edhe ju kështu jeni bëra më apo jo. Mbaroni Galin. A jeni shqiptar, si jeni shqiptar? Këtu mbyllen diskutimet procedurë. Zonja Çavushi, ju e keni kërkuar. Mirë, një replik, 2 minuta, Zonja Çavushi dhe vijojmë. E dashur Jozefin, ti duhet ja dish për falemnderit doktorit se luli të kapi prej zhelesh edhe të qiti jashtë. Unë e kuptoj që ti ke nostalgji për atë kohën tënde, ishte koha të arta ato, por e dashur zonjë, gjërat kanë ndryshuar tani. Jemi në një epokë tjetër, nuk jemi më në ato epokën tënde kur të kapje prej zhelesh e të qisje jashtë nga atje lart. Falemnderit. Falemnderit. Pika e tretë, interpelancë me Ministren e Ekonomisë dhe Inovacionit, zonjën Delina Ibrahima, e kërkuar nga deputetet Agron Sheha dhe Erald Kapri. Ju informojmë se deputetet Agron Sheha dhe Erald Kapri nëpërmjet shkresës numër 241, datë 19/1/2026, kanë kërkuar një interpelancë me Ministrin e Financave, zotin Petrit Malaj, lidhur me projektin e Parkut Virtual Teknologjik Durana. Nga verifikimi i kërkesës rezultoi se objekti i interpelancës bie në përgjegjësinë e Ministrit të Ekonomisë dhe Inovacionit. Për këtë arsye interpelanca do të zhvillohet me Ministren e Ekonomisë dhe Inovacionit, zonjën Delina Ibrahimaj. Interpelanca kërkohet në përputhje me nenin 80.1 e Kushtetutës dhe nenin 96 të rregullores kuvendit. Qëllimi i kësaj interpelance është të ofrohet informacion dhe shpjegim në lidhje me projektin e Parkut Virtual Teknologjik Durana. Fillojmë duke respektuar minutazhin e përcaktuar në nenin 96 të rregullores. Zoti Shehaj, keni të drejtë për të parashtruar interpelancën, 7 minuta. Faleminderit zoti kryetar. Unë në fakt interpelancën e kisha kërkuar me Ministrin e Financave, po ju, siç e thash, nuk pyesni për kërkesat, nuk pyesni për rregulloren dhe vendosët që të ma jepni interpelancën me Ministrin e Ekonomisë. Tani unë them shqyr që pranuat interpelancën, se në përgjithësi interpelancat nuk i pranoni, kështu që s'po ngre pretendime se rrezikoj mos ta bëj fare interpelancën. Por nuk është në nderin e Ministrit të Financave të fshihet pas Ministres e Ekonomisë. Do ishte drejt dhe do tregonte burrëri nëse do dilte në interpelancë, do të përgjigje për çfarë ka bërë. Tani
kthehemi te interpelanca. Zonja Ministre, tani çfarë bëjmë të zuri? Do përgjigjeni ju. Kam kërkuar këtë interpelancë në lidhje me Durana Park, zonja Ministre. Ky park do të ishte një park teknologjik, ku investitor të huaj dhe vendas do ndërtonin start-upe teknologjike, ku do krijoheshin biznese inovative dhe shërbime për perëndimin. Do ishte një park me të cilin ne do nderoheshim. Dhe ju premtuat qytetarëve shqiptar që për këtë qëllim duhet të premtojmë investitorëve të huaj dhe vendas që ata nuk do paguajnë taksa, do paguajnë zero taksa, sepse kjo është mënyra e vetme që ata të zgjedhin të venë dhe të investojnë në Durana Park. S'mund t'ju kërkojmë investorëve të huaj, thatë ju 23% taksa, sepse ndryshe nuk vinë. Që kjo thatë shqiptarve, ju shqiptar do vazhdoni të paguani taksat, këta nuk do i paguajnë taksat, dhe kjo është e vetmja mënyrë që ata të vinë të investojnë. Tani, po çfarë ndodhi, zonja Ministre? Ky ishte projekti që ju reklamuat, duke si Silicon Valley. Ky ishte projekti në Durana Park. Ky është realiteti, zonja Ministre. Fush me lop. Ky është realiteti. Tani, në fakt, zonja Ministre, ju nuk u dorëzuat. Thatë, nuk e bëm dot këtë, fizikisht, por mund ta bëjmë virtualisht. Dhe vendosët, morët edhe kolegen tuaj, drejtoreshën e korporatës shqiptare të investimeve, dhe ratë dakord që këtë që nuk bët dot fizikisht ta bënit virtualisht, sepse nuk mund të ndalonit projektin tuaj. Rastësisht, zonja Ministre, një muaj para se të hapeshin aplikimet për bizneset që të venin të regjistroheshin virtualisht, kuptohet, në Durana Park, Ermal Beqiri krijoi një shoqat me biznese në fushën e teknologjisë. Besoj se e njihni. Ermal Beqiri është i plotfuqishëm i tenderave të teknologjisë të Akshit. Dhe si për rastësi, zonja Ministre, pjesa më e madhe e bizneseve të regjistruara në këtë shoqat u regjistruan në Durana Park. Rastësisht, 2/3 e bizneseve në listën që u regjistruan fiktivisht tek fusha, që ta ndiqni, zonja Ministre, këtu te fusha, u regjistruan të paktën 46 biznese virtualisht, nga të cilat të paktën 2/3 janë të Beqirit. Tani, praktikisht, ajo që zbuluam ishte që e gjithë kjo skem, që u ngrit gjoja për të tërhequr investorë strategjik, nuk ishte gjë tjetër veç se një skem mashtrimi. Një skem mashtrimi që t'jepte mundësinë Ermal Beqirit, Ergjys Agasit dhe Edlira Kërçanajt, që përveç se të merrte ato lekët nga arkat e shtetit nëpërmjet tenderave të Akshit, të kishte edhe mundësinë mos paguante asnjë taks. Zero taksa. Kjo ishte e gjithë skema. Tani, ajo që unë dua të di nga ju, zonja Ministre, është sa kompani janë regjistruar në Durana Park e para? Sa janë kompanitë e lidhura me personat në arati dhe të akuzuar si pjesë e grupit struktural kriminal si Ermal Beqiri, Ergjys Agasi dhe Mirlinda Kërçanaj? Sa kanë përfituar këto kompani nga favorizimi me zero taksa, zero TVSH, zero tatim fitimi dhe zero tatim mbi pagat? Nëse i keni identifikuar kompanitë e Beqirit, Agazit dhe Kërçanajt, a janë përjashtuar këto kompani nga ky projekt? Faleminderit, zonja Ministre. Në mbështetje të nenit 96.5 rregullores, zonja Ibrahima, keni fjalën. Mund të jepi shpjegimet tuaja në lidhje me objektin për cilin është kërkuar interpelanca 20 minuta. E nderuar zonja nënkryetare e Kuvendit, të nderuar deputet, në radhë parë dua ta falenderoj
zotin Shehaj, zotin Kapri, që më japin mundësinë që të flas për një projekt i cili gjatë javëve të fundit ka marrë balt, lum dhe gjithë farë lloj gjëra që janë thënë për të, por në fakt e vërteta e gjithë historikut të krijimit të këtij projektit, të synimit që ka projekti dhe të objektivave që ka projekti nuk është folur dot, sepse mediat janë mbytur me llumin që vjen dhe rivjen, i cili nuk i hyn në detaj analizës, por merr shkas nga çdo gjë që mund të marrë për të hedhur tym dhe për të hedhur balt mbi ato vizione që kjo qeveri ka dhe ato vizione që kjo qeveri po çon përpara. Po para se të flas për këtë, dua t'i them zotit Shehaj që ky është një projekt i cili prek zhvillimin ekonomik. Është një projekt i cili është në fushën e përgjegjësisë së Ministrisë së Ekonomisë dhe Inovacionit dhe kjo është arsyeja pse interpelancën po e bëj unë dhe nuk e bën Ministri i Financave, i cili ka detyrë kushtetuese politikën fiskale. Ka një komponent të politikës fiskale që është brenda këtij projekti, por në mas ky është një projekt i cili lidhet me zhvillimin ekonomik. Megjithatë ju bët 5 vjet gati deputet, tashmë këto gjëra duhet të kishit të qarta, nuk janë të qarta, mundesh që të ndaloja këtu për ta shpjeguar se kush janë fushat e përgjegjësisë së secilit prej ministrave dhe kjo është arsyeja pse jam caktuar unë dhe jo Ministri i Financave për ta bërë këtë interpelancë. Tani, më lejoni që t'ju shpjegoj se çfarë është Durana, se si ka lindur Durana, se çfarë janë parqe teknologjike. Unë kam pasur rastin që të jem pjesë e ideimit të këtij projekti që në kryet herës. Projekti i zhvillimit të parqeve teknologjike është një projekt i cili është miratuar me ligj në vitin 2022, specifikisht me ligjin 58. Dhe kush ishte objektivi në atë kohë për miratimin e këtij ligji, për propozimin e këtij ligji? Ishte shumë e qartë që të krijonim një zonë të lirë ekonomike, si çdo zonë tjetër e lirë ekonomike, në